Juve pritët dhe edhe mbasi u morën vesh me motrën time në Rom, juve prap pritët se duhe bërë ligji, duhe kalu këtu, duhe kalu atje, do firmoset tu, do kaloj atje, do miratohet tu, do kthehet atje, histori italiane, dhe vetëm përpara 3 ditësh është firmos dhe dokumenti i fundit, por nëse do të kishit pasaportën e BE-s shqiptare, ju s'do kishit nevojë për asnjë lloj njohje nga qeveria italiane, dhe me pasaportën e BE-s, për shembull, vëllezërit dhe motrat tona në Greqi që akoma vuajnë për dokumenta, do të bëhen menjëherë automatikisht qytetar të barabartë Greqisë, dhe ajo pasaport është njohje automatike e pensioneve, është njohje automatike e çdo dite pune, është njohje automatike e çdo të drejte që kanë italianët dhe gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Juve edhe sot, pavarësisht se mund të keni vite të tëra në Itali, pikërisht se nuk keni pasaportën italiane, duhet prap kur hyni nga Shqipëria të futeni ka jo rradha tjetër atje, jo nxirr permeson, jo ke permeson, jo ke leje, jo s'ke leje. Ndërkohë që me atë pasaport do të hyni e dilni jo vetëm nga Shqipëria në Itali, po kudo njësoj si italianët.